Të gjithë ju që keni një makinë që u harxhon vaj, ky është momenti që nuk duhet humbur. Ulja ndjeshën temperaturave ka bërë që vaj lubrifikant të kaloj në proces trashve. Çfarë do të thotë? Do të thotë që në qoftë se ne dikur kemi përdorur një 040 ose 530, ai 040 është bërë 530 me tërësi. Kjo do të lejojë temperaturës së vajit të rrisi viskozitetin e tij, të ndryshojë DBN në molekula dhe mbi të gjitha ta bëj vajin më rezistent. Çfarë do të thotë? Krahasimin e kam bërë me shumë makina që isha përgatitur për këtë ulje temperaturash dhe kanë reaguar pozitivisht. Po flas për ato makina që gjithë e dim që është FSI-a e Audit, që jashtëzakonisht mund të ketë pas makina që kanë harxhuar nga 300 km 1 litër vaj, sot kanë shkuar te vlerat 1000-1500 km në 300 gram, në 350 gram vaj. Por si mund ta bëni këtë rikuperim? Shumë thjesht. Mënyra e parë, lajni motorin e makinës me një vaj më të hollë siç e kishit. Nga 200 deri në 500 km mbajni në të. Pastaj përdorni një vaj të kompletuar me paketa baza të rëndësishme. Çfarë do të thotë? Një vaj cilësor që do ta bëj motorin e makinës të mbaj trefish temperaturë dhe fashot të mbajnë atë temperaturën e tyre që mos ta lejoj makinën të harxhoj vaj dhe vajin mos të humi viskozitet. Nga humja e viskozitetit të vajit bëhet harxhimi i vajit në makinë dhe kjo e bën makinën të kufizuar në gjithçka, të mos punoj mirë dhe normalisht të shqetësoj edhe ty me harxhimin e vajit. Ky është momenti i duhur dhe ky është momenti të vrapojmë të gjithë për të përmirësuar makinën tonë dhe të gjithë ato që kanë një vaj të trash në makina, thjesht ju bëj me dije. Është momenti që ti ulni dhe ti holloni vajin. Ky është momenti juaj dhe me të vërtetë do keni një rezultat të jashtëzakonshëm pas këtij testi. Ju uroj sukses të gjithëve. Faleminderit për mbështetjen, faleminderit që jeni me ne dhe faleminderit që do bëjmë gjëra të mëdha së bashku.